Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, si gjithmonë këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Do të flasim për temën që në fakt ka ngritur një diskutim të jashtëzakonshëm tek publiku shqiptar. Të gjithë janë duke pyetur se çfarë ndodhi me Brikenën dhe Mateon. Duke qenë si më mirë, duke qenë të lumtur, të gëzuar, duke qenë më kur happy se më parë me njëri tjetrin, gjërat ndryshuan. Tani gjërat ndryshuan në syrin e publikut dhe ky perceptim erdhi nga fakti që Brikena natën e mbrëmshme nuk u ngjit në skenë për të treguar, do me thënë, atë mbështetjen e madhe për këngën e Mateos, nuk e postoi në story këngën e Mateos, dhe me njëherë, do me thënë, lindën dyshimet e para që ka krisje në marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos, do me thënë, ka krisje në lidhjen e tyre, ka krisje në dashurinë e tyre. Tani, çuditërisht, do me thënë, Brikena bëri të njëjtën lëvizje si që ka bërë në herët e kaluara dhe në shikim të parë të jep atë bindjen që çifti është ndarë. Tani po të ndaheshte Mateo dhe Brikena, po të ndaheshin vërtet, Brikena do të fshinte Mateon me njëherë nga Instagrami, sepse personazhet publik të tanishëm Instagramin e kanë gjën e tyre kryesore. Po e mbajti në Instagram, do me thënë, vazhdon akoma, po e fshiu, marrëdhënia ka përfunduar. Dhe unë mendoj që Brikena do ta kishte hequr Mateon me njëherë nga Instagrami. Për të rritur dyshime dhe për të klikuar sa më shumë Mateo dhe Brikena dhe për të shkuar sa më shumë kënga viral, sepse shitja e këngës është më në interes se sa gjithçka tjetër, unë mendoj që Mateo dhe Brikena kanë bërë këtë lëvizje. Në me thënë, nuk i shoh si çift të hidhëruar, nuk i shoh si çift të ndarë, sepse po të ishte ndarë Brikena në një farë mënyre do të kishte reaguar me njëherë ashtu si që reagoi në fakt herën e kaluar, por thjesht e shoh një mekanizëm marketingu këtë gjë, vetëm e vetëm që do me thënë e gjithë vëmendja të jetë e fokusuar tek Mateo dhe tek Brikena. Unë besoj vetëm një gjë, unë besoj tek sytë e tyre, unë tek sytë e tyre lexoj shikime, unë tek sytë e tyre lexoj ndjesi. Brikena gjatë gjithë kohës ndjek hapat e Mateos në Top Arena, Mateo gjithashtu ndjek hapat e Brikenës dhe mendoj dhe kjo mos pjesëmarrja e Brikenës në të gjithë spektaklin, por vetëm në rubrikën e saj Kaç me Brikin, mendoj që është strategji e mirë menduar e Ed Manushit që sa më shumë do më thënë t'ju shitet materiali i tyre. Nuk besoj në ndarje në asnjë mënyrë nuk besoj. Jam i bindur që çifti është bashk, por do me thënë bëjnë këto lëvizjet në koordinim me Top Channel, sepse në qoftë se gjithçka do jetë e qetë, atëherë do me thënë bie ndjeshëm shikueshmëria, bie ndjeshëm interesi, dhe mendoj gjatë natës së mbrëmshme Brikena dhe Mateo ditën të koordinojnë gjërat e tyre, ditën të koordinojnë këngën dhe përzjodhen që do me thënë të mos të ngjitet Brikena në skenë, aty ku në fakt edhe u ngritën dyshimet që Brikena dhe Mateo mund të jenë të ndarë. Unë nuk besoj në ndarjen e tyre, unë mendoj që marrëdhënia e tyre është jashtëzakonisht e lumtur. Brikena mund të jetë shumë e rënduar emocionalisht nga e gjithë kjo strategjia që është përdorur që Brikena të rrinë në skenë, do të thënë kjo mund ta ketë lodhur Brikenën me se s'bën, sepse ti duhet të jesh një aktore e paparë që të mbyllësh ndjesit, që të mbyllësh emocione, që të mbyllësh ato që ti e ke, do me thënë, në shpirt që e ndjen, por ajo që nuk mund të mbyllet është shikimi. Brikena e ndjek Mateon kudo, unë besoj në dashurinë e tyre. Nuk e kuptoj pse i bëjnë këto lëvizje, sepse nuk është e bukur kjo lloj lëvizje. Mendoj që duhet të jenë pak më transparent me publikun e tyre, sepse Top Arena
është 3 muaj, në qoftë se janë në interes të ndihmës së Top Arenës, po Top Arena do të mbaron dhe Matteo dhe Brikena duhet ta kenë publikun e tyre gjithmonë në krah, duhet ta kenë publikun e tyre gjithmonë afër vetes dhe mendoj që këto lloj lëvizjesh vetëm e vetëm do të i dëmtojnë shumë e më shumë çiftin. Kjo është analiza ime. Unë nuk besoj në asnjë mënyrë që mund të jenë ndarë, do të thënë as pak nuk besoj, sepse Brikena më njëherë mbrëm pas përfundimit të Top Arenës filloi që të poston storie të ndryshme me lule, me dhurata që ka marrur gjatë spektaklit dhe dukeshte harmonikisht shumë e lumtur me veten e saj. Njësoj e kam parë edhe tek Matteo, do të thënë nuk është një lidhje pajtohu dhe ndau, 2 ditë më përpara u pajtuan, sot do të ndahen. Tani kjo është konkluzioni i publikut, nuk është do të thënë deklarata e Matteos edhe Brikenës që ne ti gjykojmë ato të dy. Publiku ka arritur të krijon këtë konkluzion nga veprimet e tyre. Dhe veprimet e tyre unë jam i bindur që vinë si mekanizëm i marketingut që dëshiron të bën Top Arena për spektaklin që ato e sjellin çdo natë tek publiku. Do të thënë e shoh një tip përdorje të situatës nga ana e Ed Manushi, që në fakt nuk e kam pritur që Matteo të bie prek këtyre gjërave që do të thënë t'ia përdorin situatën e tij, por kjo gjë është edhe në interes të Matteos që rrit shikueshmërinë, rrit klikimet, por nuk është shumë afatgjate do të thënë si gjë sepse publiku lodhet. Mendoj që Brikena edhe pse nuk është gjatë gjithë spektaklit, Brikena është në prapasken, do të thënë qëndron në prapasken dhe kjo në fakt e bën Brikenën që të jetë aty. Matteo tani kur futet në prapasken me patjetër futet që takon dhe Brikenën, se gjatë publicitetit do të thënë ato kalojnë në prapasken. Brikena nuk është se vjen nga Kosova enkas për të moderuar kaç me Brikin vetëm 10 minuta dhe ikën. Do të thënë ajo është aty gjatë gjithë kohës, se të njëjtat prova i bëjnë dhe Brikena dhe Matteo dhe Ed Manushi dhe i gjithë stafi, i cili në fakt janë pjesë e kësaj gjëje. Unë kështu e shoh dhe mendoj që kjo është nga situatat më interesante që në fakt po ndodh dhe forma më e mirë për ta premtuar atë suksesin e tyre.